me thonë se këto vendime kanë edhe element veprës penale, sepse ose është ky vendim i falsifikuar, ose është proces verbali i kuvendit. Me që e pranova ftesën, u interesova edhe për kuvend, edhe një kuvend paka shumë, sikur i odës të avokatëve, pra veç ka të servohet delegatëve, edhe delegat pa një pa dy, e ngritin dorën, e ulin dorën, kur të, dhe më thonë, qashtu sikur si t'jenë të dirigjuar. Unë e lexova këtë njoftimin që ju ka drejtu, pra ka ardhur nga Ministria dhe njëkohësisht edhe poshtë edhe videon dhe me të vërtet tani i sigurova dhe një vendim, pra një vendim të Federatës së Futbollit të Kosovës, ku ndër tjerash thuhet se Kuvendi i Federatës së Futbollit të Kosovës, duke vepruar në përputhje me 27, 28, 29 të Statutit të Federatës së Futbollit dhe në pajtim me dispozitat përkatëse mos të nxjerr vendim, FFK-ja do të ketë në përbërje të Komitetit Ekzekutiv edhe një antar që faktikisht siç shihet në YouTube e ndryshojnë këtë dispozit. Mirë po emri nuk përmendet askund, sepse arsyetohet se na ka ardhur tash së fundmi, edhe pra ky vendim është që i ka drejtu, dhe njëkohësisht me vendim ka shku edhe një listë nga federata, kjo nga federata e futbollit. Dhe sipas kësaj që ka konstatu Komisioni përkatës në Ministrinë e Kulturës, Rinjtë dhe Sportit, pra ekziston një shpërputhje përkatësisht, me thonë se këto vendime kanë edhe element veprës penale, sepse ose është ky vendim i falsifikuar, ose është proces verbali i kuvendit. Përveç asaj, siç e konstaton aty, ka pas edhe asaj klube ose antarë që nuk janë të licencuar në kundërshtim me udhëzimin administrativ të përkatës, sa i përket licencimit, siç e dimë që Federata i licencon këto klubet. Gabim je, si licencon Federata klubet, Ministria. Mirë dhe dëmonën përmes edhe s'ka të bëjnë këtë gjë me ato heq. Besa e PS edhe i stoku, s'ka të bëjnë me këto kush fare. Ministria licencon ato, nuk i licencon Federata. Mirë dhe Ministria i licencon, po pa licencë ato nuk mund me marrë pjesë, dëmonën nuk mund me pa licencë. Jo, s'mund me marrë veç pare, kur që të tërsen. Ato të gjitha dokumentat tjeri kanë posë gote edhe kanë marrë. Nëse nuk janë të licencuar në klubet. Nuk mujnë me qenë pjesë e kuvendit, nëse nuk janë të licencuar. Po pa korëncipe, 2-3 dhe kanë vëtu. Unë e shpjegoj detajin.